ti rikonstruktove shtëpinë dhe gjete një plak. Po e kam plakën, po. Që edhe emri aty. Si quhet gjyshi? Grigor Tava. Po. Dhe 1808. 1808. Që do të thotë që ata kanë ardhur përpara se shtëpia ndërtohet. Prit, jo vetëm që erdhën më përpara, po kam shtëpinë sipër shtëpisë time, që është e prindërve të tërë gjyshit tim, e kanë shtëpinë akoma shtëpia atje. Jo, si janë ata grek aty? Pra, kush mund ta thot lëvizjet që kanë ndodhur, lëvizjet e popullatave, popullsisë, që kanë ndodhur në shumë shekuj më përpara, e spjegojnë ndoshta dhe lëvizjen e popullsisë së Dropullit, sikurse edhe popullsive të tjera. Ju përjashtoni faktin që ishin argat, po nuk përjashtoni lëvizjen e popullsisë. Kjo është ideja. Lëvizje e popullsisë nuk flas vetëm, pra nuk është se erdhi Dropulli në Dropull. Dropullit mund të kenë qenë në Dropull. S'është kjo ideja e krijimit të asaj krahine. Pra, çështja e argatëve, nëse do të flasim për argatë, nuk është ashtu. Bejlerëve, ku shumë vonë se kjo datë që po flasim, apo jo. Pra, nuk mund ta pranoj. Ti pas ke gjetë provë të fortë. Po pikërisht, pra nuk mund ta pranoj këtë teori që përpiqen ta, domethënë deri diku, dhe nuk vjen, pothuajse nuk vjen nga historian, flas historianët kjo teori, po vjen nga ndonjë, ke parasysh unë kam qenë gjithmonë larg ekstremeve dhe më pëlqen të jem larg ekstremeve. Pak rëndësi ka, dhe kjo është i merite juaja që nuk e marr me pak rëndësi ka se nga ka ardhur familja ime. E rëndësishme është që familja ime është në Dropull, është dropullite, është me origjinë greke, ç'rëndësi ka. Tani, si ndihesh, do të bëjmë pyetje drejtë, si ndihesh, si grek apo si shqiptar? Patjetër që jam grek, se s'mund ta mohoj origjinën time, se të mohosh origjinën tënde, domethënë është për mua është mungesë e theksuar e karakterit njeriu, por padyshim që ndihem po aq dhe shqiptar, sepse kam lindur këtu, kam studiuar këtu, kam gjithë miq, gjithë shokët, gjithë jetën këtu, nuk kam asnjë lloj dallimi nga shokët e miqtë e mi dhe vëllezërit e mi. Pra, më shumë miq ke shqiptar apo grek? Jam grek, shtetas shqiptar me origjinë greke. Çfarë s'ka asnjë. Do ti je shtetas shqiptar me komsi greke. Tani atje në zyrën tënde flet, çfarë gjuhë flet? Simbas rastit. Kur më vjen anglezi flas anglisht, kur më vjen se ti ke marruar ti diplomat për anglisht. Kur më vjen minoritari flas greqisht, kur më vjen tjetri që flet i flas shqip, i flas çdo lloj gjuhë flas. Atëherë kur nxesh, ç'a të vjen kështu? Si të vjen? Kam përballë. Jo, kur je vetëm se kur nxesh në greqisht apo shqip? I kam të dyja gjuhët një lloj. Sinqerisht i kam të dyja gjuhët një lloj. Nuk kam asnjë dallim. Nuk besoj se më dallon edhe kur flas, domethënë nuk besoj se s'ke fare aksent. Aksenti nuk i kam një lloj. Mirë, kjo është edhe për shkak të kulturës tuaj. Okej. Është edhe për shkak të formimit tuaj gjeneral. Formimi, jeta ku e kam ndërtuar, kam qenë, domethënë e kam mësuar shqipen shumë shpejt në krahasim me shokët e mi. Po se në Dropull nuk flitej. Po pra, flitej greqisht. Unë e kam mësuar shpejt sepse kam pas mundësinë ta mësoj, se motrat e mia ishin në Kuçov, shkoja shpesh atje, ja gjatë, mësova shqipen shpejt. Pastaj se në shkollën në Dropull ju e kishit në greqisht. Arsimimi pastaj dhe gjitha këto kuptohet. Ju diplomuat për anglisht. Nga 87 unë jam mjeksi. Më fal, për mjeksi. Mjeksi. Dhe nga 87? 87 jam banor i Tiranës. Kështu që mirë, ti je Tiranës pastaj. E kuptoj. Foto tjetër. Bashkia. Tani, një pyetje kam unë. Kjo Lodinë është shumë e mirë, e rikonstruktuar. Po shumë e ngjeshur aty kur kaloj aty, je dakord me mua? Unë jam plotësisht dakord. Ka nevojë për një frymarrje ka ju. Atëherë ne po ndërtojmë godinën e re të bashkisë. Po e ndërtoni godinën? Po. Ka filluar ndërtimi i godinës së re të bashkisë me fondin e qeverisë shqiptare. Pra qeveria qendrore po ndërton në stadium, duke bërë edhe një parkim nën tokësor. Po. Sa ka nën për një kat nën tokë, diku tek 270 vende parkimi. Dhe ndërtohet godina e re dhe këtë godinë do ta bëjmë një qendër multifunksionare, do me thonë që do ketë brenda një pjesë e saj do të jetë edhe muze, se ka qenë dikur muze. Po, dikur ka qenë muze. Muzeu i qytetit, i bashkisë. Nuk e kam gjetur, po, e bashkisë.
nuk e kam gjetur muze, unë e kam gjetur kështu siç është, por më kanë informuar që një pjesë e saj ka qenë muze dhe ne qëllimi im është që ta rikthejmë funksionin siç e ka pasur. Siç e ka pasur. Po. Po mirë, dhe i lajmë mirë se unë sa herë kaloj aty dhe mundësisht i ndryshojmë dhe pak ngjyrat. Nuk i përshtaten këto ngjyra i marës. Besoj, E zezë, Po tani. Po pse zezë? Bashki bregdetare nuk shkon kjo ngjyrë, shkon më tepër ngjyrat pastel. Kështu që do ta ndryshojmë dhe ngjyrën. Po mirë, këtu po e hiq foton unë tani. Hiq foto. Foto tjetër. Se unë do filloja me ato kritika. Tani, kjo është një lloj materiali informues dhe më bëri shumë përshtypje dhe prandaj e vendosa këtu. Këshilli bashkiak, 21 antar, 12 burra, 9 gra, 6 forca politike, kryetari Dimitër Kapaj, Mito Nika etj. Më bëri shumë përshtypje kjo. Si funksionon Këshilli bashkiak tani me gjithë ato turbulenca që ka kaluar kjo bashki tani, një mbledhje Këshillit bashkiak. Ka probleme që Po patjetër, ka debate, në përgjithësi janë debate konstruktive, ka në një moment që këshilltarët mund edhe të dalin të mbajnë paksa anën e politikës më shumë se interesat e komunitetit, por gjithsesi në përgjithësi e kemi gjetur gjuhën. Mund t'ju them që kanë bashkuar votat opozita me buxheti, një shembull po ju marr që është paksa vështirë të ndodhi në buxhet sepse gjithmonë vendimarrja është politike gjatë miratimit të buxhetit. Buxheti i vitit 2025 është miratuar me 21 vota. Do dhe opozita ka bashku votat me 100%. Dhe ndodh shpesh që kur bëhet fjalë për çështje në interes të komunitetit, ndodh shpesh, po, votojnë. Do dhe gjithë fillon, po pse i dhanë votat? Si e shpjegova ti? I bëre ti, ata apo? Jo, nuk është çështja i bëra unë, por i kam bërë interesat e komunitetit në përgjithësi, sepse buxheti është gjithmonë vjen gjithmonë në funksion të shërbimeve ndaj komunitetit, ndaj interesave të komunitetit, kështu që vetë ata janë të interesuar për ta bërë këtë gjë, sepse e kuptojnë që nuk mund votosh kundër një investimi i cili nuk bëhet për të majtët që më kanë votuar mua, por bëhet për gjithë komunitetin. Patjetër që ka pas raste që edhe kanë votuar dhe kundër, dhe unë ua kam thënë që kam bërë gabim që kanë votuar kundër, sepse asnjëherë nuk kam pas qëllim gjatë investimeve që kemi planifikuar si bashki dhe që i ka miratuar Këshilli i Bashkisë, asnjëherë nuk kemi pas qëllim që të mbajmë anën e forcave politike që na mbështesin. Përkundrazi, gjithmonë kemi parë interesin e zonës, të komunitetit dhe të funksionit që ka vetë Himara, pra të turizmit. Foto tjetër? Fredi Beleri. Eurodeputet. Eurodeputet. Ke kohë pa u takuar apo si? E kam takuar ditën e premte në kishën e Himarës gjatë epitafit. Kështu që u takuam në kishë. Vjen shpesh në Himar? Vjen. Të takon? Vjen. Në zyrë po jemi takuar asnjë. Jo, në zyrë nuk kemi takuar në zyrë. Tani, ky ishte armiku politik juaj. Po, si i ke marrë? Nuk e kam pas ndonjëherë ball për ball në zgjedhje Fredin Belerin, patjetër që ai ka mbështetur kandidatin e forcës së tij politike, po që s'kam pas ndonjëherë probleme gjatë kësaj periudhe, përkundrazi jemi mirë kuptuar, qoftë edhe në distancë, për shumë çështje. Kjo më ka bërë përshtypje dhe prandaj vendosa foton e tij që ai që quhej armiku politik më i madh i Partisë Socialiste dhe juaj në kuptimin politik, jo personal, ai dhe jo vetëm ai, nuk ka asnjë akuzë kundër jush në këto 1 vit e 8 muaj. Po politikisht edhe mund të më akuzoj, por duhet gjesh një shkak, një arsye që të gjej dhe mbështetje akuza, apo jo. Pra në momentin që nuk ka një arsye, s'ka çfarë të akuzoj, sepse jo vetëm nga Beleri, por edhe nga të tjerët që janë pjesë e forcës së tij politike, unë nuk kam parë ndonjë akuzë qëndësishme në këtë periudhë që unë drejtoj Bashkinë e Himarës. Kështu që duhet gjesh një shkak, pra që një akuzë kur e bën, sidomos një akuzë politike për kundërshtarin tënd politik, duhet të ketë një bazë dhe duhet të ketë mbështetje qoftë nga mbështetësit e tu, por të gjej mbështetje mundësisht edhe më gjerë se mbështetësit e tu.